Brezi jonë lindi në kohën e komunizmit, lindi në kohën më të ashpër të luftës së klasave, dënohej me burg, bile dhe me varje besimin Zot, një brez ateist, një brez spionësh, një brez që vazhdonte përshtaste të gjithë mekanizmat e mbijetesës, kur ke shtetin kundër, që janë hipokrizia, dyftyrësia, spionliku, servilizmi, lëpirja, tradhtia, gjitha. Jo më kot 10 porosi ka thënë Zoti. Ndero nënën dhe babën. E ne kur s'kemi nderim për nënën e babën, deri për tjera. Pastaj ke edhe këto, mos lakmo gjën e tjetrit, mos vidh gjën e tjetrit, mos bëj. Ne i bëjmë, edhe kemi bërë. Miqtë e Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Sot kam nderin që të kemi një nga gazetarët e vërtet, një nga njerëzit që si një pjesë e konsiderueshme atyre që kanë diçka se çka thonë në median shqiptare, kanë gjetur atë se çka nuk duhet ta gjenin për shkak se sistemet ose të gjitha ato pushtetet, katër pushtetet më të rëndësishme në Shqipëri, ku bën pjesë edhe media, shohim një ndërlidhje me njëra tjetrën dhe që bashkëveprojnë dhe bashkëjetojnë edhe që përfundimi është ajo se çka shohim ne sot, që Shqipëria dhe shqiptarët janë në mjerim. Armir Shkurti është pjesë e Piskast sonde. Armir, të falenderoj shumë për kohën. Dhe për gatishmërinë në këtë bisedë, siç e konsideroj unë një bisedë e thjeshtë, dhe për të folur disa gjëra që ndoshta ne. Më fal, tek General Gramafoni thotë, por pallto juaj flet ndryshe. Ky kolltuk nuk është aq i thjeshtë. Nuk ulem gjithmonë kështu kolltuqe. Normalisht kur një gazetar i ri siç jam unë, të jem përballë teje me punën që keni bërë, me mendjen që keni, jo se ta them unë nuk jam askushi, por e thon shumë shqiptarë që të ndjekin me punën që keni bërë, me emisionit e para të hershme, me alarmin që vazhdon akoma dhe me xhadat, edhe me mendjen, ajo është më e rëndësishme, ajo me atë gjë si çka ju shprehni dhe që jeni i vërtet i pavarur. Ku keni edhe një rubrikë tuaj, një emision që titullohet I pavarur. Te zjarr televizion me Ismet Drishin. Te zjarr televizion me Ismet Drishin, cilën e përshëndesën dhe Ismetin, doja të ta saksoni pak të I pavarur apo I pavarur. Emisioni është I pavarur. I pavarur. Domethënë me litarën fyt, por I pavarur. Ka qenë një vepër, reportazh me litarën fyt. Edhe në vitet 90 kur kam filluar unë në RTS, kishim iluzionin e madh që hym në kohën e pavarësisë, lirive, demokracisë, pavarësisë medias. Një iluzion që funksionoi deri në një. Sigurisht se dëgjojmë shumë sot nëpër media që thonë që televizioni I pavarur, nuk ke këto spotet nga këto promot që bëhen. Tani ke një term tjetër që është më I shpifur. Qofse ti shkon në laborator, më fal, dhe çon feçen. Si ndodh që thot laboranti, un jam I majt dhe ti ke dizanteri dhe I djathit, thot ti ke tetanos. Ai që është laborant. Ai që është analist nuk mund të jetë analist I majt dhe analist I djathtë. Fjala pavarësi nuk ekziston më as për vendin tonë. Ne kemi shmangur fjalën sovranitet, pavarësi. Ne jemi një vend që pretendon vjen aty tek lirit. Edhe një vend në tranzicion që ashtu. Kështu që te media ti harroje. Po ne patëm iluzione ato vitet e para, u duk sikur hajt më diçka po ndërtonim, besuam, dhe kjo është gafa e shumë prej nesh. Mund ta kisha pas të kolltuk shumë vite më para. Edhe ta kisha pas timin. Por mënyra se si rodhën ngjarjet, mënyra se si shkuan pas rilindjes, ku unë për vite me radhë pata të pamundur të dal qoftë edhe I ftuar në emisione, më kryo mundësia kur ma ofroi Ismet Drishi. E kisha shumë vështirë ta bëja edhe si prezantim, për shkak se gjithë ajo si çka jeni ju dhe bën ju dhe çka keni, domethënë, të ta them unë, domethënë atë gjë nuk e di, më rëndon më shumë mua se sa ju. Unë të falenderoj, jo, nuk është çështje rëndese, është çështje një përvojë 34 vjeçare në median televizive, pra unë jam gazetari më I vjetër televiziv akoma në aktivitet. Me eksperiencë nga gazetarët e reni dhe natyrisht që I bëj të gjitha dhe montazh dhe xhirim gjithçka, deri drejtues media, drejtor. Vetëm film artistik nuk kam bërë. Skenare, librete, libër, gjithçka. Është pjesë e përvojës time, pjesë e profesionit tim,
e cila në 2014 hëngri një goditje të jashtëzakonshme, do kisha pa mundësi të punoj dhe kam punuar gujt. A i ke thënë për cila ka qenë arsyeja e goditjes? I pavarur. Ka ardhur në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe kur ma dham Ismet Drishti mundësin, më isha në kulm suksesit me turistët, thash do vi ta bëj një emision për qef. Bile u tregu shumë gentil edhe do të më lidh edhe një pagë, thash jo, jepja fëmijëve. Unë do punoj, por deri në mars kur fillon sezoni. Çfarë ndodh? Në fund shkurtit, fillim marsit filloi pandemia. Tha tani ti s'ke turiste, kështu që ke ngel këtu. Edhe unë mbajt atë litarin, pa u varur. Dhe vazhdoj këtë dritare, po themi një lloj podcasti është edhe ky tek Ismeti, në shenjë të miqësisë tonë, në shenjë edhe të një media e cila është shumë e vogël, por që mua ma ka dhënë mundësinë e një lirie absolute. Dhe kënaqësinë e madhe se çështja me lirinë është një raport shumë interesant. Përgjithsisht njerëzit kur kanë liri fillojnë të abuzojnë. Mua jeta, rrethanat e gjitha më kanë bërë modestisht them që të harruaj dozën mes të drejtës dhe lirisë. Edhe kjo ndoshta është ajo që juve më kënaqni kur thoni që edhe publiku është Patjetër. Në fund fare është ajo që unë ndjej dhe ajo që unë jam. Te kjo pra e ke kënaqësinë le të themi nga ajo pjesa e lirisë, nga vjen nga pjesa e njerëzve apo ke diçka tënde që të kënaq, domethënë se ndoshta sot ndithet e sot me shumë vështirë që ta themi si për kufizim dhe shumë njerëz ndoshta edhe nuk e kuptojnë për shkak se si ka shkuar dhe ka marrë rrjedh shoqëria jonë. Liria, çfarë është liria? Po. Ti je i pavarur. Jo i Shiko, unë besoj fort në Zot dhe ne biseduam para emisionit, por dhe i dua fort të gjitha fet monoteiste dhe i kam lexuar. Ajo që më bën përshtypje, rruga që thot Jezu Krishti. Lini gjithçka e janë pas meje. Pavarësia nga gjërat materiale të kësaj bote të bën të lirë. Pra nëse ne shohim sot një vend korruptuar, dhe kur themi vend, jo qeveri të korruptuar, jo politik korruptuar, po fatkeqësisht dhe një popull të korruptuar, është se e kanë kap prej gjërave materiale. Dikush ka ndërtuar gjë pa leje, dikush ka një njerim punë, nëse ti je i lirë nga këto gjëra. Siç jemi varë dhe ne me këtë jetë, me këtë botë. Me këtë botë ne jemi varë, por me një raport tjetër. E qartë. Domethënë, unë në fund fare kam marrë kësaj jete më të bukur atë veta, jam shumë i lumtur dhe po të rikthehesh do të jetoj ajsoj. Ndoshta me 2-3 ndrejqe gabimesh të vogla, por që si ndrejq do të sot, por nuk kam pishman. Dhe pjesa mos pasur pishman është pikërisht gjetja e lirisë duke u shkëputur nga gjërat materiale dhe kjo të bën. A ka paguar liria, Armir? Patjetër, shumë shtrenjtë. Po unë kam parapaguar. E ke parapaguar vetë? Po, kam parapaguar. Edhe tani nuk kam kthim. Nuk do doje që kam parapaguar dhe shumë shtrenjtë, po them. I goditur në karrierë dhe deri në ekzistencë. Dhe falë Zotit kam përballuar dhe jam absolutisht i lirë. Unë nuk kam frikë nga asgjë. A ekziston mundësia që të jetë një njeri 100% i pavarur në jetë, ndoshta jo vetëm profesion, por edhe në jetë? Ajo është zgjedhje, por ti je 100% i pavarur. Sistem ku jemi sot ne me këtë lloj 100% pavarur nga çfarë? Se unë për shkak jam i varur nga familja. Unë jam i varur nga familja dhe njerëzit e mi të dashur. Jam në funksion të tyre. Siç janë dhe ata në funksion tim, aq sa jemi. Jam funksion të miqësisë, jam funksion të profesionit. Pra, nuk është se unë jam një shenjtor, i cili jeton me frymën e shenjtë dhe pa ndërveprim. Jam i personi i cili... Pra, je i dhënë edhe për këtë jetë. Çështja është, me profesionin nuk kam bërë kompromis. Ky është një çmim shumë i shtrenjtë. Me bindjet e mia personale, nuk kam bërë kompromis. Dhe ky është konflikti i madh që kam pas me sistemin. Pra, unë mendoj, dhe ju e dini publikisht, që në këtë vend na e kanë vjedhur sistemin, është ndërtuar një oligarki, pra është një perversion, dhe që aktorët janë bashkë. Dhe duke qenë në këtë lloj formati, unë personalisht nuk pajtohem. Ka mendimin tim kritik, mund të jetë i gabuar, nuk e diskutoj, por ime është bindja ime dhe vjen nga unë. Nuk është e paguar. Nuk është influencuar ose dhe në këtë arsye, në këtë logjik, a jam i pavarur? Por mendimin tim jam i pavarur. A jam i pavarur në ekzistencën time? Jo, në ekzistencën tonë varemi
që tek ajri dhe uji deri tek sistemi politik. Se në fund fare, kur del këtu do të gjesh i gjop tek gjavi makinës, ta zëm. Për këtë e kisha. Kjo ishte për median e lirë. Po. A është media e lirë? Absolutisht. Jo është media, ne nuk kemi media ka vdekur. Jo në Shqipëri, po ka vdekur në botë, media klasike. Pse? Edhe faleminderit që ma bën pyetjen. Epoka e deri tek unë, se falë Zotit je shumë e ri se unë edhe ke pas jetë ndoshta më të bukur se ne. Në kohën tonë, kur vinte ora 8, në çdo familje shqiptare, linin gjellën, linin pjatat, fillon dhe sigla. Po ta fike televizorin të ta diktoni dhe të vinin të thonin. Jo, nuk kishte nevojë për ta diktuar. Ishte ti do të shikoje se çfarë ndodh. Ishe infektu. Patjetër, do merri politikën e ditës, po, se ta thoshte nesër. Ky ka qenë George Orwelli, kur unë kam lexuar jam rënqet sepse e kisha jetuar George Orwelli. Dhe çfarë ndodh? Jemi në atë në një format tjetër format tjetër të George Orwellit. Dhe informacioni dhe argëtimi ishin vertikal. Pra, në orën 9 kishte film me luftë. Mblidheshin gjithë kalamajt, shikonin film me shpata për shkakun. Pastaj kishte, ku diun, një ditë tjetër koncert. Mblidheshin gjithë dashamirësit e koncertit. Kjo ka qenë media vertikale. Pastaj erdhi media që u liberalizu fund viteve 90, që tentoi të tërheq klient përmes, dhe kur them klient është fjalë e ulët, por për fat keq kjo e degeneroi median, donte klient. Ta shihni sa më shumë. Dolin treg. Hyn telenovela, hyri banaliteti, hyri fake newsi, hyri pasi bomba shpërtheu bomba, analistë e kapi ora ngrushtë. Kjo është tani, kjo është faza degenerative. Dhe erdhi momenti pastaj i këtyre gjërave, që ndroi konceptin nga vertikal, pra nga ti që ishe objekt dhe subjekt ishte media, tani e ti subjekt. Çdo person ka lirinë ta marrë këtë pajisje në dorë e të bëj scrolling. I duhet një informacion për dietat, apo. Ndërkohë që dikur ti duhet të prisje flamurtopin, trupi dhe shëndetit ti hyn këtu, kolesteroli, hyn gjermanisht, spanjisht e për këthen e bën. O, jeta qenve. Pra ti je rrethor, informacionin e merr nga të duash ti. Kjo gjë e ka nxjerr absolutisht jashtë lojë media. Dhe media duhet rishpiki vetveten. Dje për kuriozitet. Është në krizë media tradicionale? Absolutisht në krizë totale. Lajmet që jepen në Shqipëri janë propagandë e qeverisë, gjë që vazhdon kjo linja vertikale, natyrisht e çbër, është si ato fabrikat e kohës së Enverit që i trashëguan vitet 90 ishin me Jack Stromer, kështu po nxirrin tym akoma. Dhe sot ti fillon lajmet sot kryeministri. Moment që thu sot kryeministri, je 1980-a. Sot kryeministri, sot kryetari i opozitës, sot ky, pas një përpunim logjik, pas një gazetari, se ty s'ka gazetari. Pastaj ka ikur argëtimi, i cili ka qenë pjesë në media dhe është parimi i BBC-s. Mos ndoshta edhe kjo ka reflektuar edhe tek shoqëria jonë që ne kemi një shoqëri agresive që pula vezën apo veza pulën po pyeti. Pra ka bërë shoqëria këtë gjë apo unë mendoj që media sepse e kam përjetuar periudhën që ama se këto do populli. Edhe sot se do populli, do sherr populli. Jo, nuk do sherr. Edhe biseda të qeta, bile dhe monologje të gjata, por që kanë bukë brenda, njerëzit dëgjojnë me ëndje. Jo të gjithë, por ama ka fasha njerëzish që ulen dhe dëgjojnë me shumë vëmendje një analizë të gjatë ekonomike, politike, sociale. Sot në media tona nuk ka analizë ekonomike. Alfa. E dyta, nuk ka emisione argëtimi. Parimi nisa themi BBC-s është edhe lajmi është argëtim. Çdo të thotë dhe lajmi është argëtim. Kur ti po nxjerr kryeministrin duke kalu, jo ashtu siç del ky yni si halldu, po do të thosh do kalosh te majtas, do dalësh këtu, duan sfond pemën, sepse duhet të kënaqet syri. Sot ka rënë estetik. Shihet estetike ka rënë, kjo regjia ka rënë, ndërtimi, televizioni pastaj ka pas një gjë, televizioni erdhi nga kinematografia. Dhe kinematografia, Chaplini jetoi në epokën e zërit. Filmat e Chaplinit janë gjitha me muzikë, po janë pa fjalë, sepse ai donte të jepte një mesazh universal. Dhe parimi i mediave saksone, pra gjermano, britaniko, amerikane, është 70%
e mesazhit, jo, 70% e mesazhit merret pa zë. Pra, ti hap një televizion kines, nga mënyra se si është montuar, ti kupton që bëhet fjalë për një fermë, e cila ka probleme të mëdha, këta rrisin pula, por dhe ai personi që flet, kjo të duhet me titra çapo thot. Pjesën tjetër ti duhet, kurse tek ne ti s'kupton gjë, ti ke një makth, një kryeministri, makina që ecin, një burr që punon tokën, një gjerman që ecën, ti s'kupton, ndërkohë që i marrin dhe i thot ngjitja. Pra, edhe në këtë aspekt ka vdek media. Ju, me qenë se jeni në media, a është kjo se çka tha tani, a zbatohet le të themi një lloj kurikule ose një lloj rregulli le të themi që duhet kjo 70% duhet që të ose të ketë disa ose të ketë informacion koha lajmi do të jepet lajmi për 10 sekondat e para të rish vëmendje të jepet. Nuk ka fare asnjë lloj skice le të themi. Me çfarë shohun nëpër media? S'pari herë nuk ka montazh, shkollë montazhi haroje. Është zero. Shoh edhe në xhirim, shkollë kinematografie që të kompozohet plani, zero. Në të paktën në lajme në këto. Pse ka rënë ky interes? Se po ta shohësh kjo për shembull, ke në media, ke plane që transmetohen meqense po hym pak në pjesën teknike. Se është shumë e rëndësishme, siç thatë ju që më e rëndësishme është 7%, pra të jetë pjesa kinematografike, domethënë vizuale e kronikës ose një dokumentar ose materiali që shfaqet. Ke materiale që shfaqen nëpër kronikë ose dokumentare që mund të jenë para 5 vitesh, që ndërkohë që ti e ke operatorin, kameramanin, e ke në terren, pothuajse çdo ditë, edhe përdor planet para 3-4 vitesh, 5 vitesh. Pra, edhe këtu ka rënë një lloj interesi, pra edhe kameramani për shembull kur del në terren operatori, nuk e ka atë le të themi që të shohë pak ta marrë një kënd tjetër. Po patjetër. Për planet, për gjërat që t'i japi një gjë tjetër, edhe gazetari. Një nga arsyet është se janë të keq paguar. Për kësaj, është një formë proteste. Jo formë proteste. Me ato çmime nuk vjen profesionisti, i cili sigur një profesionist i mirë, kameraman dasmash, pagën nëpër televizione do vetëm për siguracione. Edhe për kafe. Se paga 400-500.000 lekë, 600.000 lekë, nuk e mban dot familjen e. Dhe këtu vinë ose njerëz që kanë të marrë me punën në vend tjetër, e që i zgjidhin me dasma me ceremoni private, ose njerëz që s'din ta përdorin kamerën, por që i merr media nga halli dhe punojnë. Dhe që duhet bëjnë që e mësojnë kamerën në mënyrë empirike, fokusohet këtu, ky është plani i madh, ky është i mesmi dhe ec. Ndërkohë që ata operatorë që kanë punuar unë dhe që kam nderimin maksimal, se unë kam gjetë shkollën e radio televizionit të komunizmit, po që operator që kishin bërë filma artistike kështu me radhë, nuk të linte ai bëj stand-upin ti me flokun kështu. Ose stand-upin me, ku di unë, këte mbrapa ishin qefe. Jo më aty dil këte. Po jo po dil këte se nuk ke planin e dytë. Të korrektonte operatori ose regjizori, sot regjizori ose ço bëj kontraplan, mbaronte intervista, thoshte do bësh kontraplan. Që ta kesh për mbulim. Ai e bënte për vete, ti mos e përdor. Shkoni me montazh. Pra, ishte montazhieri të dogana tjetër. Pasioni nga në media, ka qoftë gazetari, te regjizori, tek skenografi, montazhieri, ka vdek kjo dëshira? Ka vdekur sepse ka hyrë kjo fryma që tani çfarë do populli, do t'i japim popullit, edhe investohet në veshje, investohet në dekoret e këtyre showeve të mëdha, për pjesën tjetër televizionit, për pronarët është barr televizioni, edhe mënyra e deformimit të tregut reklamave. Kështu që edhe pronarët e kanë si biçim angarie. Dhe kjo ndjet që tek cilësia e punonjësve që merren, investohet shumë, një gjë që ka shkatërruar për mua televizioni si koncept, në emisionet të hënës edhe të enjtes në mbrëmje, që janë emisione që quhen debat. Talk show mund të ishin. Talk show janë. Janë talk show, nuk janë debat. Aktor, që vën titull, roli, ku di unë analisti majti djathtë, specialisti majti djathtë, që lajnë trurin e njerëzve dhe që e kanë, se këtë gjellë japin. A japin të rezultate dhe në le të themi në turma, tek njerëzit, tek shoqëria? Japin. Ndikohen? Japin. Shoqëria nga? Japin. Se ajo larja trurit në darke, në fund fare... E ke në diskutim të nesëm? As nuk diskutohet. Ja, diskutojnë shqiptarët për shembull, kanë një javë luftën në Iran. Ndërkohë, asnjë nga këto, që Edi Rama me të drejtë, unë nuk e shoh dot me sy.
po këtu ka shumë drejt kur thot banaqe televizive. Banaqe televizive. Nuk diskutoj, o zotri, si ka mundësi që u bë qeveria në shtator edhe ranë shkurt. 5 muaj qeveri, sa ra gjithë qeveria. Pra, Po thua për ndryshim dhe fundi që tani, në fund shkurtit. Qeveria ka 3 ministri që janë boshti. Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes. Këto 3 janë ministri që bëjnë. Më dole direkt atje se unë e kisha shkruar këtu e kam Po, shkruar, jepi. doja ta thojë që Velia në gjykim, Hamedaj në Arati, pra më kryesorët, Belinda në hetim, Rama në qeveri, populli në mirim. Po. Thjesht më erdhi diçka kështu me rim, është kjo që po thua ti tani. Atëre, jemi tek banaqet, po thoya të Ramës. Si ka mundësi 3 ministrit kryesore ranë? E drejtësisë gjithashtu është ministri shumë e rëndësishme. Patjetër. E infrastrukturës shqiptarët, që ishte në drejtësi. skandal ndroj. Kush u mor me këtë punë, vlla? Kush u mor? Dhe në moment që ti popullit nuk i jep këtë fokus, po je duke diskutu çfarë lloj predhe lëshohet nga baza filan, Sa kilometra. po kjo sa predha do kjo që të bjerë, Të- dhe që e karikon popullin me psikologji terrori lufte që te që mendje nga këto gjëra, do thotë ti po bën shërbimin e dikujt tjetër, po jo të popullit. Tani, për atë merim që thua, Shqipëria ndodhet në një lloj situate danteske. Ke të gjitha rrafët e ferrit, edhe Në purgator jemi po. finalja, jo ne jemi në rreth fundit aty ku thu ti popullin mirim. Se populli ka fakti që kanë ikur dekadën e fundit rreth 1 milion shqiptar, pra 1/3, dhe nuk kanë ikur njerëz pensionist apo të pamundur. Jo, pensionist. Ka ikur pjesa më aktive, ajo që mund ta rigjeneroj popullin, kombin. Kanë ikur Pranvera kanë ikur ata që prodhojnë në sensin ekonomik, prodhojnë edhe në sensin demografik. Ata bëjnë fëmijë. Këta që kanë ngelur këtu, as këta nuk bëjnë dot fëmijë se kanë të pamundur. Pra, në qoftë se ka mbaruar një student shkollën, gjende një gocë studente, do të marrin të dy paga, po themi nga 1 milion, po gjetën një vend shumë mirë, nga 1 milion, 2 milion. Qiraja në Tiranë është 500.000. Edhe 100.000 drita ujë, me 1.600.000 këta duhet të rrisin fëmijë. Fëmijë, ne që kemi rritur, e dim shumë mirë dhe sa të kushton vetëm, në falë për një kak. Një e lëshuar, pampersi, stres direkt. ajo, letra lagur, letra that, pudra, kremi, nuk diskutojmë koncentratat dhe këto gjëra, halal di ken kalamaj të bësh investim i të mërshëm të rrisësh fëmijën, dhe ti se bot do të fëmijën, po se bot do të fëmijën. Leje pastaj që ti të marrësh dhe i shpi ku ta rrisësh këtë fëmijë. Mos e bëson, dhe bëje nesër. Do mos ti thosh Atëre ti pjesën riproduese ke qit jashtë. Këta që kanë ngel këtu nuk riprodhohen dot, se kanë të pamundur ekonomikisht, nga ana sociale, nga pasiguria ekonomike, nga pasiguria politike. Dhe ky është mjerimi. Leti u rrit rroga kaq vajte kaq. Rroga paga nominale nuk të thot asnjë gjë. Pjesa reale e parave që ke ti në dorë. Pse? Se ke dy sisteme ekonomike. Dy sisteme. Ke një sistem fasad që jemi unë dhe ti, që riroptohesh në këtë orë ti, që të bësh podcasti, po të bësh dhe 7 gjona tjera, që në fund fare ta të heqësh e të dalit deri në fund. Është dhe i tjetri që del tek një nga këto emisionet e luksit, e thot unë kam makinë më të lirë 500.000 euro, që është më i ri se ty. Dhe kjo klas është ekonomia e vërtet e Shqipërisë. Gjithë legët e krimit dhe të korrupsionit e mbysin këtë ekonomi që është fasade jona. Kjo është për të thënë BE-s, ne kemi taksa, ne kemi formalizuar këtë, pash i lajm qesharak një ditë, thoshte 98% e sektorit informal tani janë formalizuar punëtorët. Pra ne, se ka Zvicra, jemi 100% punëtor formal. Na gënjen ne, nuk ka problem, gënjen BE-n, por ndërkohë, gjitha ato makinat e luksit, gjitha ato apartamentet e pashitura, janë treguesi i një ekonomie tjetër e cila mbyt këtë ekonomi. Është ajo ekonomi e cila ka shkatruar monedat ndërkombëtare. Ka shkatruar euron, ka shkatruar dollarin. Priti është si ka mundësi. Ku mbështetet? Se dakord është një ekonomi prodhuese si Kina, edhe po e vë poshtë monedën. Ekonomia shqiptare çfarë prodhon? Që shkatron
kjo monedat e tjera. Për në këto kushte, po them edhe një herë. Ne dhe ato turistët që dilin ministrat që i prisin të doganat, që Po, i pra, përmoshin me kokra, dhe ato prap kanë filluar duke... Ja të ta tregojmë se thash, nga halli kam punuar unë gujt. Para punës një, Shqipëri vjen i fundit të standardit turizmit. Pra shkojnë këto agjensit tona me paketa më të lira të mundshme. Dhe pensionistët në Europë kanë mundësi ende që të bëjnë 2 palë pushime, po të lira. Po. Ka shkojnë agjensi, thotë ai rreth 800 euro, thotë. Ku shkoj? Thotë ai Kazakistan, Vietnam, Albania. Se kemi parë këtë Shqipërinë, thotë? Shqipëri. Tash 200 euro i mban agjencia këtu, atje domethënë. U redu këtu. Po 200 se do agjencia këtu dhe përfundojnë me pilaf e kos në për restorante ose një sallat lakre për 4, e nga i sup, e nga një, ku di unë, sardele më shtjell me kungull. Edhe i tollum fund pashër. Tollum fund, halë, kam qenë herë unë halë, duke që edhe gisa, për zotin, po. Edhe i thash atje, drejt vakina ke bo, o vlada, 5.000 lek për ropë, thana ka dhënë. 5.000 lek për ropë, thana ka dhënë agjencia. Dhe, maroj pjesa e këtyre, erdhën dhe nuk panë gjë në Shqipëri. Pjesa e turistit, pra këta janë ekskursionist, ose ngatrojnë me turist. Turisti vjen dhe bën një aktivitet, ku di unë, gjërë me kal, kajak. Këta vinë dhe zbresin Durrës. Amfiteatri vinë dhe shofin kot. Se është Durrësi u formuar që plasi aty Durrësi si ti për shumë shkon në Senegal dhe thotë kjo është bën 1430 ka qenë një mutumbo që ka bëu s'ke për ta majt men. I flasim ne për Skënderbeun, po luajn kokën ata. E çon pastaj zbret në Vlora kështu, nuk shef me gjë të çuditshme, Berati, Han. Nëse Berat mund të shohin po. Jo më nuk kanë çfarë shohin se kanë parë gjithë jetën në bursë, janë francezë, janë gjerman, kanë gjithë jetën kanë lëviz. Sot 80 vjeç me bastun, ti si ofron asnjë gjë si turist. Det kanë atë e kanë bërë kështu ky deti ynë. Kupton ky deti ky Ksamili që është Karajibet e dhe flluska turizmit u ndërtuar për të mbështet flluskën e ndërtimeve. Ka një vend si Shqipëria me turizmin, ne s'kemë asgjë tjetër, fabrika, gjëra riprodhuese, bujqësinë ka shkatruar pjesën e muzikës, lushnjës, tregtarët ose Korçën që bujqit atje që i hedhin produktet e tyre, subvencione jo, por edhe atë se çka e bën me forcat e vetën, me buxhetin minimalist në ekstrem, prap nuk kanë as treg se i marrin jo nga Maqedonia, jo nga Bullgaria, jo nga Serbia. Po. Ka ngel vetëm kjo karta e turizmit që e kanë këto. Ke parë dhe si eksperiencë. 20 milion tomate, 20 milion sallator. Thot Sifi i Divjakës. Bujësia me që jemi, unë e kam thënë kudo, po ta them edhe këtu në emision. Këtu sistemi ynë është deformuar në oligarki, dhe do thotë, ekonominë e kanë disa monopolistë. Dhe sot në shumë zona, ai që ne quajmë fermer është bujkrop. Merr fidanet nga grumbullusit, i mbjell, ja merr grumbullusi, jep hakun e punës që mendon ai dhe i shet ai. Pra këta janë bujkropër, kanë tokën, ku mbjellin produktin e porositur nga koka, padroni, dhe që e merr po ai dhe që dikton çmimet e gjitha. Ju kujto, në moment që u bë ky formalizimi, është i varur pra. Bujkrop, është bujkrop, është i varur. Është skllave për tokës vet. Jo, i varur. Ashtu. Dhe këto historitë me pesticide, me këto gjëra, do të dish një gjë që janë shpesh herë edhe luftë e këtyre afendikojve, që ç'a bëjnë, mbush kamionin për shembull me mandarina, shkon, bën këtë lojë, thot aty, mi dhe thot me 30 thot, ishin me pesticide, mirë mbrap, shku ti çojun. Po mirë, mi jep me 10 thot edhe, po ti mbar. Edhe i shet prapë në treg. Kështu që ta lëm këtë gjë, po të thoja edhe është e rëndësishme. Flluska e turizmit, mirë thash, është flluska ekonomike dhe njihet si term ekonomik flluska, e fryn sistemi një gjë. Ishte mbështetëse e flluskës ndërtimit, e cila nuk ka logjikë ekonomike. Pra një vend që të kurret nga popullsia. Në një vend që bie fuqia blerëse, rritet numri ndërtim, rritet oferta, rritet edhe çmimi. Nuk ka asnjë lloj manual nuk e ke. Ekonomi Fare. Kësa ju bashkëngjit ju bë flluska e turizmit, që shiko do vinë shumë turistë do i blenë këto shtëpi, prandaj nxitoni se do ashisni turistëve. Kjo qa? Po lufta ndikon, lufta për shembull në vende të tjera. Që
Ukraina, për shembull, që kemi shumë Jo, Ukraina. vazhdon turistët, vinin turistët. turistët. Që hap tani në Iran, Blen shtëpi këtu. Palestinë, vendet ku ka ndoshta. Shkon e blen Paris, po pas janë më lirë në Paris, më të garantoj unë. Janë më lirë në Greqi shtëpiat se sa në Tiranë. Nuk unë po them, mënyra si funksionon ekonomia këtu. Është një temë që e diskutoj her pas here me miq në për turezën, tavolina të tjera, jo tureza banaqësh, siç thotë ai, por po mos u fuse ky Lego. Si normalisht u biem dakord gjithë, pa e thënë fare se çfarë Lego është ky që është fut domethënë në pjesën e ndërtimit në Shqipëri, domethënë se nuk e bën asnjë ndërtues që mund të jetë nga më të vjetrit, më me eksperiencë dhe me kredibilitetin më të mirë, domethënë që të arrijë që të bëjë 10 pallate, gradaçela etj etj. Këtë e kanë përgjigje njerëzit gjithsesi në çfarë forme domethënë. Vetëm shteti nuk e shef të gjë, domethënë se është pjesë vetë kësaj gjë, në hierarki. Por e gjitha kjo thonë që po mos kishte ndodhur kjo gjëja, nuk do të kishim arritur në këtë lloj standardi ne domethënë. Nuk do të kishte pas Shqipëria këtë lloj zhvillimi ose Tirana që të bënte metropol me këto gradaçela që t'i japin. Se duheshin gradaçelat që të nënkuptonte metropolin. Po. Por kjo pse po ecëm me kaq pak kufi, pra, okay, le ta pranojmë ta marrim mirë qenë që po marrim të zhvillim. Por pa fat do të jetë e gjitha kjo, nuk do të ketë një ndalesë, një stop, domethënë kjo. Nuk e di, shiko, se tha ndoshta si përgjigje, por në thelb unë po të them që ky pervertimi i tregut, pra bie kërkesa, rritet oferta për një kohë gjatë, është e palogjikshme dhe shpjegohet vetëm me para të pisët që hynë. 2. Unë vi nga një fis ndërtuesish, po them. Po, mjafton rafet pas baba, dhe nona ime kanë qenë ndërtues. Baba ndër më të mirët në Tiranë, teknik. Dhe shumë herët më ka thënë, ka manual, cili thot, për çdo frym, çfarë hapësire ka? Pra sa metra katror janë për të fjetur, sa duhet hapësirë për bashkët, sa duhet për hapësirë për bashkët jashtë, sa duhet hapësirë gjelbër. Dhe në fund fare, po themi 1000 banor, ti thua duhet kaq pemë, kaq trotuar, kaq lulishte, kaq parking. Tirana është bërë geto, nuk është metropol. Tirana është geto. Tiranë transporti publik bëhet me autobus të ndyrë. Unë i përdor autobusit, bëhet me autobus të ndyrë, e para. Bëhet me autobus të cilët nuk, si tush, se unë kam lëviz me autobus në Gjenev para 30 vjetësh. Ku e thoshte për në 17:32 do të jemi në stacionin Finlandë, ishte 17:32. Nuk rrit 40 minuta në stacion. Por këta e kanë pas, dhe unë e di dhe informacionin se kush ja u ka thënë dikur, që duhet demotivoni makinat që të shpëtoni qytetin. Sepse këta ndërtuan një qytet, vetëm beton, vetëm vidh hapësira, dhe nuk mund të lëvizet me makinën tënde. Dhe që mos të lëvizësh me makinën tënde, këta sulmojnë makinën. Prandaj janë bërë të korsitë e bicikletave, jo se i plas njeriu për korsitë e bicikletave. Po çfarë arsye sulmojnë? Pra, edhe nuk kemi sepse duhet kesh makina, ne duhet jemi këmbësor në një qytet të urbaneve, po si ke, po si ke, pra, po si ke. Por makina duhet hiqen. Mos ndoshta kjo është një dhe ndërkohë që ti në stres, po patjetër problematikat e që ti ikësh më birë. Ti ikësh nga Shqipëria. Por problemi është që Tirana nuk është metropol. Këtë po them. Shif këto ndërtesat e luksit që mua më vjen për të qartë dhe për të qeshur kur marr vesh janë nga 1 milion euro në për lundër, farke, këto gjërat e tjera. Këto janë geto. Janë shtëpi që s'ke intimitet, që un kam falë zotit shpinë e gjyshes Tiranë, po ka çik baça valla, në kohën e Enverit kishte 2 pula, kishte 2 hurma. Kurse këto shtëpi nga $1 milion janë gjithë me njëra tjetër dhe janë geto. Por nuk janë as ato hapësira ku ti të kesh një jetë sociale. Pallatet 12 kat, 15 kat, 45 kat mes Tiranës. Çfarë ofrojnë dhe për çfarë janë bërë? Vetëm makina, ujëra të zeza, energji elektrike, ato harxojnë në mënyrë të pamas, por për çfarë janë bërë? Çfarë i ofrojnë bashkësisë dhe çfarë i ofron bashkësia këtyre? Pra, kur ti po e bën konvikt edhe zyrë kryeqyteti nuk po bën metropol. Dhe do vi ditë, siç kanë vdekur qytete të mëdha kudo në botë dhe në historinë e njerëzimit, Tirana do të jetë qytet që do të braktiset, sepse Tirana
Nuk ka kuptim të jetohet kështu. Nuk është një qytet ku ti del dhe nuk jeton stres. Dil në rrugën e Kavajës, ku unë kam lindur dhe kam kaluar pjesë fëmijërisë, edhe pjesë tjetër, kam stres në rrugën e Kavajës, nuk eci dot. S'po diskutoj rrugët e tjera. Një myslimshyr që është si më social pak. Si më social, po themi, ka i trotuar më të madh. Sepse ke rrugë ku ti ke pemë, korsi bicikletë. Si nuk shkon bashkë. Kështu që Tiranën e kanë vrarë. E kanë vrarë, e ka vrarë korrupsioni. Është një libër pse bien kombet, edhe shpjegon mënyrë shumë interesante, thotë është një qytet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku gjysma është brenda territorit amerikan, gjysma në Meksik. Shpo njëti qytetërin, po njëtë njerëz, por e kanë ndarë kufiri. Këta në Amerikë janë të pasur, të zhvilluar, ata janë keq. Ekstremi tjetër komplet. Pse e thot? Sepse atje ka korrupsion. Dhe fjala korrupsion, që ne e kemi marrë kështu si korrupsion, është kur i le 2 lek atij që të marrë punë. Korrupsion është prishja morale e njerëzit. Duke filluar nga qytetari thjesht deri tek sferat më të larta të sistemit. Dhe kur korrupsioni bëhet sistem, kjo zakonisht ndodh në totalitarizmin absolut. Në cilin neve jemi tashmë. Dhe totalitarizmi absolut sjell korrupsion absolut. Dhe një vend që ka korrupsion absolut nuk mund të ketë në asnjë mënyrë as zhvillim, as shërbim qytetarëve, por është shërbim në Shqipëri të një oligarkie, që nuk pyet fare se çfarë ndërtohet dhe pse ndërtohet. Rëndësi ka të qëndrojë fllucka e ndërtimit gjallë, të shpëtohet me fllucka tjera që të prodhohen, ndoshta kur tiki ky sistem, të shpëtojnë çat mundin edhe në paguajmë ne. Po unë mendoj që Tirana, kështu siç është e pajetueshme. Të qëndroj te kjo pjesa që thotë ju, a jemi ne ndoshta pjesë e kësaj që ky sistem po vazhdon akoma, ndoshta dikush që punon në administratë, në institucione shtetërore, qoftë edhe ne që jemi pjesë e mediave që punojnë, domethënë në media. Gjitha këto hallka, ndoshta ne jemi edhe bashkëfajtor ose që bashkëpunojmë me këta, domethënë që ne jo. Dikush që punon në bashki për shembull. Dikush që punon në bashki për shembull. Dikush që punon në bashki dhe bën punë të ndershme në bashki. Bashkëfajtor le themi në këtë gjë. Dikush që punon në bashki dhe respekton ligjin, unë nuk kam se them që kështu toptan që edhe ky legeni. Por sa kohë nuk ka shkel ligjin edhe nuk mund të jetë dikush në urbanistik për shembull, si meqenëse jemi po tek tema e zhvillimit le themi të qytetit Tiranës ose Shqipërisë, domethënë në pjesën e ndërtimeve. Po. Urbanistik, vjen dikush atje që thot do japësh të lejen për X ndërtues që ndërkohë ka shkel të gjithë rregullat siç i përmendën ne pak më lart. Ekspertët i thotë që nuk mund të jepet se kështu janë gjitha që tu po të hiqen kaq pemë do ketë këtë gjë, do të ndikojë kjo, gjitha këto siç e ka ai domethënë të bindur në profesionin e vet. E thotë do e vendosësh se kështu ka ardhur urdhri nga lart, siç ka ndodhur tani rasti më i fundit që flitet midis Ramës dhe Belindës, që kush ka përdorur kë dhe se çfarë ka bërë ajo, se i ka thënë ai etj, kjo që diskutohet gjithandej. Pra, a është edhe ai nëse firmos atë gjë që ai është me koshiencë plot që është gabim? Qoftë se kushdo që ka shkel ligjin, kushdo që ka rënë qafë tjetrit, kushdo që e ndjen me ndërgjegjjen e vet që po vëlla, un jam pjesë e kësaj gjëje është. Por të thua që të gjithë të gjithë jo, po flasim në kuptimin nëse dikush i shkon, i thot do të bësh këtë gjë, dhe ndërkohë që nuk është saktë për ta bërë, ai e bën si ka thënë ai lart. Quhet fajtor në këtë rast? Patjetër, si quhet. Quhet fajtor. Po patjetër. Kur flasim në këtë pikë, mund të flasim në pjesën e arsimit. Në çdo pjesë, fol kur dush. Shiko, ti more pjesën më sensitive. Pra, në pjesën e pushtetit lart, dhe sidomos bashkia që ka lidhje drejt për drejt me qytetarin, predispozicioni për korrupsion është shumë evident. Pse se do të vijë ai duke filluar nga lejet vogla deri tek lejet ndërtimit. Po ashtu është hipoteka, po ashtu është. Ai me vogla s'përfillet fare, po kam raste plot që por që më thon nga 10 vite për me po nuk diskutohet pra. Zhvendos një hapësirë dritare. Por ne kur themi është sistemi në korrupsion absolut, sepse ti në qoftë se nuk e bën këtë gjë, humbet vendi i punës. Dhe ti shkon në gjykatë, po gjykata nuk del zot.
atëherë do bësh një kompromis me veten tënde. Se do ke varur pa varur. Po. Prandaj thash unë ka kosto të madhe liria. Liria. Po. Dhe janë të rrallë ata që i paguajnë. Por janë si gishtat e dorës. Por problemi është si dashur Artin. Ndoshta jemi këtu ku jemi Armir për situatën ku do është Shqipëria, për shkak se këto i kanë. Për dhe prandaj atëherë më ke dalë një pikë shumë interesante dhe të mos të vizim nga kjo. Mos po flas më. Jo. Të mos bëjmë pyetje njerëzit pse s'çoheni, pse s'mobilizoni, pse s'ngrini. Unë personalisht kam provuar shpesh edhe të çoj edhe të ngre. Problemi është që ajo buka gojës, e ka thënë ai shumë bukur, ky lojtari i bukës tha nga të gjithë doli më i forti. Kthen kurizin. Ka njerëz që cekin kuriz sot, jam me ty thot po s'flas dot se jam unë ndodhem në këtë gjë shumë shpesh. Ndodhem në këtë varkun. Po s'jam pjesë e këtij sistemi. Edhe thash dhe herë, çmimi është shumë i lartë, nuk du të bëj as heroin, as viktimën. Kam zgjedhur të jem kështu sepse dua të jem paqe me veten time. Dua të në fund fare të meritoj atë çmim që kam pagu. Sepse është e rëndë për një profesionist në kulm të fuqive të veta, ti presësh mundësinë që ti presësh një atlet i këmbët. Si të vjen nëse dikush nga këta që punon atje dhe bën këtë bisedë që po bëjmë ne të dy. Ulesh diku, një që mund të jetë një profesionist që është në një korruptuar, po. Një korruptuar, po. Atë që shpjegova pak më parë, jo i korruptuar tamam mirëfilli, por në mënyrë indirekte është i korruptuar që për shkak të bugës gojës e tjerë që se i profesione vetë po bën, por është detyruar që ta bëjë atë siç ka i udhëzohet nga lart. Do hapje mohabet seksi, të ndyrë dhe banal. Ti hapi këtë bisedë. Po, ishte më e këndshme. Dhe nëse do persiston dhe do të po deshe, mos se është më bukur kjo, leje këtë tash, mos. Se më ka qelluar nëpër tryeza që shpesh. Është përpjek në një mëshesi moral, edhe në varet nga doza, në varet nga gjendja ku i jemi në atë moment. Edhe humori që nuk para i duroj unë këto moralizmat e robëve që fillojnë edhe bëjnë për shembull ka vjet 2 orë era e Menderit që ka fut dorët atje, thotë çaro vlla ja s'po na del për të bë këtë, s'po na del. Natyrisht në forma nga më të ndryshme. Çfarë edhe më shumë se sa ne që kemi të koston. Nuk është se hyn fort debat me këtë dhe fal Zotit nuk është se kam dhe në një rreth njerëzish tillë, po qellon edhe herë tek tuk edhe. Gjendja ku jemi sot, Ramir, është ndoshta edhe kjo që s'ka po flasim tani, ku jemi të pip, është faj popullit apo faj këtyre ndoshta që janë kaq ekspert, kaq profesionistë që na korruptojnë kaq mirë domethënë. Jo, nuk do të thotë pikpyetja që bëhet, e ka fajin populli apo ka fajin. Atëherë bëjmë edhe një ndarje tjetër, popull turm. Ose popull turma. Pra kemi kaluar në turm, është investuar shumë. Se ne kemi kaluar tek ajo që bëjmë analizën, është rënë dele domethënë. Jo, kur ne bëjmë analizë përgjithsisht fillojmë vitet që na duhen ne. O vitet e Ramës, o vitet e tranzicionit, dhe shumë pak kthehen më herët. Po marr vitet që nga pushtimi Osman. Pas pushtimit Osman, ne kemi edhe më vjen shumë keq që nuk festohet si datëlindja e kombit 2 marsi i 1444-s. Është bashkimi që Skënderbeu, beslidhja e Lezhës, që mblodhi princit arbëror, krijoi një beslidhje dhe për mua ajo duhet festuar dhe ajo duhet kujtuar popullit. Dita e lidhjes së kombit shqiptar. Datëlindja e kombit shqiptar. Pastaj ra Skënderbeu dhe në 5 shekuj shqiptarët pati shtetin pushtues. Nga brenda. Pushtues. Dhe çfarë ndodhi? Se pushtuesit nuk vinë edhe rrin. Vinë, lën disa trupa, po themi, por lën administratë vendase. Të huaj dhe vendasi. Dhe shqiptari u shtyp nga shqiptari, po që punonte për Turqinë. Shqiptarët e Zotit ikën nga Shqipëria. Dhe ky vend ka qenë hemoragji konstante. Kanë bërë karrierën perandori. Ai që ka ngritur flamurin në Shqipëri, që në kryetari i parlamentit
Turk, Osman. Jati ti ka qenë vezir i madh, domethënë kryeministri i Turqisë. Po një pjesë e madhe atyre që bënë lindje kombëtare erdhën nga jashtë Shqipërisë që punuan për Shqipërinë. Këtu kishin ngelur 800.000 shqiptar. Ata që s'kishin ç'bënin bujkrobër të sistemit. U përpoq zogu, po në as 2 dekada s'kishte ç'a bënte. As 1 dekadë pak është. Pastaj erdhi komunizmi dhe përdoi njeriu e ri. Njeriu i ri është brezi im, i cili është ajka e gjithë llumit që mund të ketë prodhuar e keqja në Shqipëri. Sepse brezi on ishte lindi në kohën e komunizmit, lindi në kohën më të ashpër të luftës së klasave, në kohën kur ishte dënoheshe me burg, bile dhe me varje besimin Zot, një brez ateist, një brez spionësh, një brez që vazhdonte përshtaste të gjithë mekanizmat e mbijetesës, kur ke shtetin kundër, që janë hipokrizia, dyftyrësia, spionliku, servilizmi, lëpirja, tradhtia, të gjitha. A zeven sot ato? Ato tashmë janë sistem. Ato janë sistem. Se jo më kot 10 porosi ka thënë Zoti. Dero nënën dhe babën. E ne kur s'kemi nderim për nënë e babë, lëre për tjera. Pastaj ke edhe këto, mos lakmo gjën e tjetrit, mos vidh gjën e tjetrit, mos vrit. Ne i bëjmë, edhe kemi bërë. Lirë shumë fare. Ne kemi shkel të 10 këto? Ne kemi shkel 20, po. Nënë e babë. Edhe Zotin e kemi kështu si këshilltar. O me, do bosh në e gjo për mua, mëse unë e bona. E kur se bona, qa Zoti s'nimon. Dhe kjo lloj korrupsioni, që du të filloj, ne si komp, mendoj unë, do fillojmë të bëjmë hajër, kur rrath parë të gjithë si komp, ne t'i kërkojmë falje Zotit, që në 67 dhe mrapa, e përshtym. Ne Zoti nuk ka frikë nga ne, kupton? Po ne duhet të kuptojmë që ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes në radhë parë. Kemi bërë padrejtësi ndaj vetes, kemi bërë padrejtësi ndaj fëmijëve. Kur ne si komp t'i themi Zotit, më fal, ç'kemi bërë ndaj teje. Kur ne t'i themi të dua ngjashmit ton, shqiptarit ton, atëherë mund të fillojë se ky popull pa shpirt nuk mund të shkojë asgjë kundi. Ky popull pa shpirt do të përdoret nga shpirtat e zi dhe të liq që investojnë në këtë vend. Siç po ndodh. Siç po ndodh. Jo, atë siç ka shohim po flasim, nuk. Atë që shohim pra, atë që shohim. Jo, është gjithë ajo siç ka bën mu dhe më fal ja të shpjegoj një gjë se për fol Epsteini. Çfarë ishte Epsteini? Epsteini ishte një shitur. Jo. I bler. Absolutisht jo. Epsteini ishte sistemi korruptiv, i cili nga ata që drejtojnë elitat e elitave, i kishte kaluar përmes këtij laboratori për të bërë pis. Me çfarë i kishte bërë pis? Me vepra penale me të cilat shkon burg për jetë, kanibalizëm, pedofili e tjera. Dhe të gjithë këta që kanë dalë në atë listën e Epstein, janë persona që ti i mban këtu. Ky epsteinizëm ka ndodhur edhe në Shqipëri. Këta ministra që shkojnë poshtë përpjet, janë bërë pis një herë me epsteinizma, jo thjesht seksual. Ajo është e fundit. Janë bërë pis me një tender, me një firmë, me një gjë, me dosjet të tyre, të cilat ja u kanë peng. Dhe ky sistemi korruptuar në këtë farfeje, kjo është vërtet kjo? I kemër zotri, i shef dosjet e këtyre. I shef dosjet e këtyre. Dosjet që ja din njëri tjetrit, dhe pastaj i thonë, jo po s'mund ta bëj gjykata kështu, s'mund ta bëj ai ashtu. Ky lloj korrupsioni në Shqipëri e ndërtoi sistemi dhe ai e mban sistemin, por sistemi është sistemi i ligës. Është sistemi i kësaj që thua ti, që detyrohet dhe punëtori i bashkisë për të ngrënë bukë, të çesë shpirtin. Pra të jetë pjesë e korrupsionit me ose pa dashje. Kur shef një hierarki vjedhjesh, në fund fare do fuset ai dorën në kofë. Dhe do të quaj veten pjesë e këtij grupi. Po kemi ardhur në një pikë që ne po ja fusim njëri tjetrit. Na kanë detyruar këto në forma nga më ndryshme që ne t'ia fusim njëri tjetrit. Ne njëri tjetrit po ja nxorëm për të futur. Po ja kena futur me kohë. Ne kemi 100 vjet. Kush ka qenë pak më lart përmendet për Skënderbeun që ka qenë lider i vetëm, domethënë në Shqipëri që ka bërë diçka për Shqipërinë, domethënë. Që këto s'janë munduar fare të rreken ta bëjnë atë gjë, jo ta bëjnë.
Po një tjetër që mund ta vlerësojë që është përafruar. Ahmet Zogu. Ahmet Zogu në një Shqipëri që ishte në kaos, mori përsipër, nuk e gjykoj fare pjesën si u bën mbret e tjera, se këto janë diskutime që të banaqeve. Po është personi që kur është larguar nga Shqipëria, ka lënë një shtet me një ecuri të jashtëzakonshme drejt perëndimit. Shko, unë kam mik Samir Kumbaru dhe nëse më shef e përshëndes, i kam thënë unë tisha fotoçamit kisha futur në burg për filmin koncert vitin 36. Pse? Filmi koncert vitin 36 çfarë thot? 1. Ndarjen e pushteteve. Pra, nën prefekti nuk gatroheshe me bashkinë. Kryetari i bashkisë nuk gatroheshe me oficerin. 2. Vinë në Myzeqe, në një zonë të pazhvilluar, 2 vajza që kishin studiuar njëra në Austri, tjetra në Itali, për të dhënë shfaqje. Paradoks është komplet, nga gjithë tani paradoks. Po pra këta kanë dashur të tallen me regjimin, po faktikisht ai regjim në ato kushte kishte ndarë pushtetet. Është vërtet ajo që një xhandar mbante edhe fierin dhe lushjen, se s'kishte nevojë. Solli specialist nga Britania që trajnonin xhandarmerinë shqiptare, krijoi ushtri shqiptare, krijoi sistem drejtësie, krijoi mirëqenie ekonomike dhe njerëzit thoshin si kohë Zogut. Dhe Enver Hoxha krahasoi me kohën e Zogut. Pra, ishte personi i cili Trude Gjashta shpjegon gjithë kohën e Zogut, pra? Jo, ai film, po them përsis. Pra, to sisteme Koha e Zogut as për brezin tim nuk është e jetuar. Edhe brezi që ka jetuar kohën e Zogut nuk është më. Nuk është më, po e qartë, prandaj po them. Por me atë brez që kemi jetuar, kam kalu fëmijërinë dhe me zë tulët, thoshin që zyrtari kishte autoritet. Gjykatësi kishte autoritet, kishte drejtësi. Dhe ishin pavarur. Dhe kishte po liri ekonomike. Kishte pasaporta shqiptare, lëvizën gjithë botën me pasaporta, kishte vlerë. Moneda shqiptare kishte vlerë në gjithë botën. Pra, ishte i person i cili në ato kushte dhe në ato presion, si parasysh ai është larguar në kushtet e një lufte botërore. Kjo është diskutim për pjesën e largimit, domethënë. Tani unë kam qenë gazetari që ka ndjekur Leka Zogun të birin kur ka bërë referendumin në 97. Kam qenë RTS dhe më caktuar mua ta ndiqja. Ai më ka thënë 4 fuqi kanë qenë në atë kohë që ndikonin Shqipëri. 2 fuqitë e mëdha ishte Angli, Itali, me të cilat ai ka luajtur me koncencione. Për shembull, naftën, italianët jo më kot ishin këtu që punonin me naftën. Anglezët kishin ardhur me ushtrinë, punonin me ushtrinë. Dhe 2 fuqi lokale që ishte Greqi, Serbi. Diplomacia e tij, pra Britania, Itali si fuqi madhore dhe Greqi, Serbi në lokale. Koha, tha, kur këto u përplasën, detyroi babain tikte. Këto interesa. Kaq më ka thënë Leka Zogu me gojën e tij dhe unë nuk di më shumë dhe nuk mund marr përsipër se ai dhe nuk jeton më. Por po them edhe një herë, nuk diskutoj unë bëri mirë, bëri keq, mori arin, tradhtoi fare, nuk le ta diskutoj historia. Flasim si ecuri e Shqipërisë, ajo ka qenë. Po, e qartë. Ka qenë ndërtimi i një shteti modern, tentativa, pra një vend që miratoi alfabetin 1908, 1928 kishte mbretëri, 20 vjet më vonë. Dhe ti diskuton që kishe mësues, kishin hapur shkolla, që kishe mjek, që kishin studiuar në Itali, e në Austri dhe kishin ardhur këtu. E kush e shkatroi këtë se çka ndërtoi Zogu? Komunizmi. Komunizmi shkatroi gjithë. Komunizmi. Gjitha ato. I mori, puna e parë ishte zhduku intelektualet. Detyra e parë. Dhe këtë kanë bërë të gjithë antishqiptarët me këtë vend, zhdukja e intelektualit. Nuk duhet të ketë mendim kritik. Pjesën tjetër pastaj ti drejton si dush. Meqenëse ndole kjo pjesa e pushteteve, a ka një ndarje të 4 pushteteve kryesore në Shqipëri, siç është gjyqësori, ekzekutivi, legislativi dhe ai medias? Ka një ndarje? Tani pushteti medias e tham që vështirë të quhet më sot pushteti medias, është i lidhur me politikën. Reforma në drejtësi është e dështuar. Ajo që po e shpëtonte, po maja, do të thënë icebergu kishte një majë që thuhej ja ku është. Edhe ajo po shkrin spaku dhe
GKK-ja e goditur sfundi nga pushteti. Parlamenti natyrisht janë zarat e kryetarit të partisë. Ç'pushtet tjetër kemi thënë? Gjysore. Gjysore. S'është më. Reforma drejtësisë, sepse reforma drejtësi ka akoma çështje që janë 10-15 vjet që vazhdojnë atje, me një gjykatë apeli administrativ për gjithë Shqipërinë, me çështje që kryeministri thotë do i kaloj me diellën me inteligjencë artificiale, me një angazhim të vetëm të kryeministrit që thotë unë s'kam punë dhe detyrë tjetër, por unë thjesht thotë do fus Shqipërinë në Europë. Kjo është. Dhe unë them që është oligarki. Pak pushtete, nuk është estradë, është tallje, ka kalu në pozita shumë superiore, njerëzit duken si milingona poshtë, nuk është problem t'i shkelësh. E shef me qef domethënë kryeministri ose gjithë ato çam mund të jenë varësit e tij ose ministrat e tjerë për te pjesës punës, domethënë. A mund ta dëgjosh një herë që thua shoj, po se do të dëgjoj diçka nga ky njeri me qenë se është i pari i vendit, të mësoj diçka se çfarë do ndryshojë për vendin, që do të çojë Shqipërinë në Europë për shembull. Që të arrish të mendosh veten të thosh, do marr frymë thellë, do ngulem dhe do e besoj që ky do na çojë në Europë. T'ja bën shumë njerëzve këtë pyetje apo gjetë me mua? Jo, vetë si e kam bëna, jo nuk di si më erdhi kështu. To ka dhe pushtetet që thash, një shoqëri ose një vend të civilizuar dhe që jeton brenda normave. Cilën do të rëndisje veti si parim më kryesore, që luan le të themi peshë më të rëndësishme në shoqëri. Përderisa kjo është republikë parlamentare, do thoya parlamenti. Por parlamenti jo kështu që zgjedh kryetari me listë. Nëse do ishte të gjitha të ishin të rregullta, qoftë media, qoftë halla nuk do ishte xhaj, ishte parlament. Do të isha parlamentin me deputet zgjedhur nga populli. 1. 2. Një sistem drejtësie të pavarur, por që do varet nga presidenti i Republikës i zgjedhur nga populli. Këtë model kanë pak a shumë monarkitë. Monarkitë kanë pushtetin gjyqësor, një pjesë të elitës ushtarake, që janë karabinierët për shembull, ose xhandarët në disa vende. I kanë varen nga presidenti dhe nuk pyesin ata, pra janë shtylla shtetit dhe nuk pyesin ata kush është kryeministër. Siç kishte Turqia deri para ardhjes së Erdoganit, kishte autoritetin e ushtarakëve që kur shikonin që shkelej kushtetuta, ishin ata garant. Dhe nëse një president jo shumë bukur këtu që mund bërë shumë përshtypje rasti i Durrësit për shembull, që një protestues nuk e di, e ke parë, kam përshtypjen që e ke parë. Kemi bërë të temë. Skem, ajo, aty që mi shenjë Rama policisë. Po po. Ka përshtypjen që lidhet me këtë gjë që çka po thua, ose me 36-ën me koncertin. Ndarja e pozicioneve dhe institucioneve të ndryshme. Pra, nëse gjyqësori dhe një xhandarmëri, po themi, dhe ndonjë institucion tjetër do të varet nga presidenti zgjedhur nga populli, do kishim një sistem drejtësie të pavarur. Do të kishim një parlament me deputet zgjedhur nga populli dhe një sistem zgjedhor të monitoruar dhe përgjithsisht të ndershëm. Këto janë pikat që po themi më thelbësore. Po media që ka më shumë, cilët nga këto media është pasqyrë. Është pasqyrë gjitha këtyre, nuk është se luan një rol, mund të jetë rol dytësor në gjitha këto apo jo, media është kryesor? Media në historinë e njerëzimit, kur ti do t'i referohesh ngjarjeve dhe fakteve, hyn edhe shef mediat në arkiva. Hyn dhe shef mediat. Dhe kur i shef mediat gjen këtë ose këtë. Gazetaria investigative, është e vërtetë domethënë që funksionon në Shqipëri? A ka gazetari investigative në Shqipëri? Sipas jush? Jo, nuk ka. Është gazetari problemore. Jo investigative. Investigimi është të hetosh gjëra të mëdha, të hetosh korrupsion, me që Shqipëria është një vend në një kështu, po themi. Po derdhet gjithandaj. Ashtu. Dhe të hetosh ata që janë koka korrupsionit, ministra, kryeministra, kështu me radhë. Të mendojnë që nuk ka gazetari investigative. Jo, problemore është. Kapem roje spitali, policë, kështu gjëra. Po gazetari të vërtet a ka? Domethënë që qëndron për njerëz problematika.
Ka në mainstream tek media normal, ka dhe në alternativë. Problematike që sheh për shembull tek një media ose media në tërësi në Shqipëri që do të ishte kryesorja që duhet të ndryshojë, si pas është. Cila mund të jetë? Po duhet ndryshoj, nuk ndryshon më. Me këtë sistem që nuk ndryshon më. Sepse pronar mediash janë njerëz që kanë interesa të mëdha me pushtetin. Besoj si për ta mbyll tani me kalu pak në aktualitet, aty siç ka po është kthyer në telenovel prej disa javësh, muesh, rasti Rama Balluku apo Balluku Rama, kush do ja fusi kujt, ande këtë sot pati ishte një nga ato të Ramës që i ka të rralla ato. Edhe është shpërthimi që flet edhe me veten aty, më shumë fletën veten, por i ka të gjithë tjerët aty siç ka Çani ke emisionive që ka të gjithë manikinët, kështu i ka kaluar ato njerëz që marrë rreth e qark vetes, ai që madje edhe për buzëqeshje dhe gjestikulacione të tjera që mund t'i shfaqin ndoshta edhe zemra, shpirti nëpërmjet fytyrës, ruhen shumë, bëjnë stërvitje të forta, të mira që mos i transmetojnë ato se çka kanë për brenda kur flet kryeministri, kur duan të japin një mesazh, domethënë e përmbajnë fort veten që mos kuptohen. Si të duket ajo gjithë se para disa ditësh Balluku ishte ajo që bëri edhe ajo një dalje në media me shumë superlativa për Ramën. Do doja një analizë midis deklaratës Ballukut dhe atë le të themi kundërpërgjigjes së Ramës që bëri sot që më ka vendosur tikën fyt, tha, më ka bërë atë, ka që bërë edhe disa nga ato lëvizjet e veta si showman që është. Si është e gjithë këtë çështjen e këtyre Rama Balluku? Shoh që në fakt janë siklet të dy. Edhe Zoja Balluku edhe Rama janë në siklet. Këto daljet e publikut janë që parasysh kur zihet nga herë çifti edhe fillon edhe flet kështu pa e pasur njëri tjetrin, tu la enët gruaja e burrja ne nga banjo, po që të dëgjoj njëri tjetrin që se ke nga unë. Edhe unë po të mbroj. Është një sken, mendoj që është shumë e sikletshme për palët. Për të dy. Palët, sepse nuk është shumë e mirë, nuk është as pak e mirë për vendin kjo situatë. Pra nëse populli merr mesazhin që kur ti mbyll dritaren e shtëpisë, shkon në burg. Ama kur zhduk ura dhe tunele, quhesh e pandehur dhe je mbrojtur, këtu ke marrë mesazhin që nuk ka një standard drejtësie, këtu mbaroj. Edhe me lëvizjen që do të bënte Rama që shkoj më përtej për 7 institucione që kërkoj edhe paprekshmërinë e tyre për kryeministrin, zëvendës kryeministrin, për ministrin. S'ka që kota të numëror topi, ishte puna për kryeministrin edhe kaq muhabeti, edhe ministrat e kabinetit. Për rastin konkret e çoj, sado që është pak më lart ai, por me pakun gjuhë 7 më 2. Po, nuk janë mesazhe të mira që marrin njerëzit, sepse kur këta po vinin në pushtet thanë që një herë bile të heqin fare imunitetin për deputetët. Pushteti këta. Edhe i thanë edhe institucionet ndërkombëtare, edhe qa janë gjykatat kushtetuese që jo se deputeti e ka imunitetin që mos merret si zhele, to hes rrugës, gjujti ky me shpulla po e marrë komisariat. Pra ka pytet parlamenti. Ama kur pytet parlamenti nuk pytet për dosjen edhe thot Edi Rama thot 16.000 faqe thot janë për propagandë. S'ka punë kryeministri me studiu dosjen. Ka punë që gjykata shkon prokurori, gjykata çanëm se ka çuar gjykata, thot derisa institucionet përvarur nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Nderuar zotëri ose zotërinj, zonja zotërinj që jeni në parlament. Çështja është 1, 2, 3. Si do vendosni, do votoni pro, kundra, si? Po. Votojmë pro për këtë, votojmë kundra për këtë. Kaq. U bë një legjend shumë e madhe, edhe nuk e di se si do shkojnë datë 12 xhanam. Nuk di si do shkojë edhe protesta e kryeministit, e Berishës. Ndore ki pyetja, po do të bëj pyetje tjetër, kam pyetje të fundit atë. Por si funksionon politika shqiptare, ndoshta e the pak më lart se si është e kapur e tjerë, kush komandon realisht? Ka zëra që diskutohen nga dyja palët që thonë që banda këtej që është mbrapa këtyre, banda tjetër këtej që është mbrapa këtyre që duan të vinë. Pra, kemi një përplasje intelektualësh, njerëzish formuar në profile të ndryshme që zgjidhen ministra, deputet,
që shajka e shoqërisë tonë, le të themi, më të mirat nga ne, që shkojnë në parlament, apo janë njerëz që zgjidhen nga klanet dhe bandat të ndryshme në Shqipëri? Kam parasysh atë te këto përgjimet që i gjetën bandave, që i thonë, ja kemi fut kot që jemi marrë me kokainë, që kanë tenderat më me fitim. Kështu që nuk janë bandat më të frikshme në Shqipëri. Shqipëri është kjo organizatë e madhe, e cila ka deformuar ekonominë. Pra, kur po vjen avash opinioni, tek ideja ime që kam transmetuar që është oligarki. Pra, janë pak duar që drejtojnë gjithçka. Pak duar që kanë orientuar ekonominë dhe kanë prodhuar fluska dhe xhepat për kace duke prodhuar sa lekë si pas vëmendjes, ndërkohë që ka është vend i pasur. U bën nga më shumë para me tendera se sa me drogë me fix. Por bandat përdorin politikën apo politika bandat? Të dyja kur në kohë të ndryshme. Po duke qenë ortak nuk dim se si ta ndajmë. Kush i hip kujt do. E keqja shqiptarëve është qeveria apo opozita? Në kushtet ku jemi janë të dyja. Dhe unë do të thoya sot është më keq opozita. Pse? Pra, janë këto në qeveri sepse për shkak se kemi një opozitë keqe? Po marr një shkëmb që ka rënë mes rrugës. Kjo është e keqja. Dhe kjo është qeveria. Del dikush një armir që thot ikni se do ta heq unë shkëmbin. Dhe ky i bie i herë goshës, i herë patkohet, i herë këtu. Ja tani, ja sot, ja kilometri i fundit, ja këto. Në fund fare njerëzit që po presin të kalojnë me tanë, dikur do zhgënjejnë dhe do ikin. A janë afër realitetit të dhe nuk është kjo opozitë që po ofron shpresën dhe që po ofron vizionin, projektin për katës që ne do ta shkatrojmë këtë shkëmb. Përkundrazi. E në këto kushte, nuk më duket se është opozita ose është më pushteti, natyrisht që është problemi i madh. Por qëndrimi i tij, vazhdimi i tij është varg nga opozita. A mos ndoshta po përmendën shumë të kohët e fundit, edhe nga populli, por edhe nëpër media thonë që ka një lloj marrëveshje, le të themi. Ndoshta jo të drejt për drejt ose të pastër, por të fshehtë. Sikur lihet të nënkuptohet ose. Po tani, duke pas parasysh inteligjencën e drejtuesit të opozitës, që është Sali Berisha. Duke parë mënyrën se si drejtohet opozita, duke parë që ky person nuk është 20 vjeç. Është një person që ka një përvojë jete më të gjatë nga gjithë tjerët. Pyetja është e thjeshtë. Nuk e kupton ky rob i Zotit që duhet një tjetër rrugë? Nëse se kupton, atëherë duhet largohet. Nëse e kupton dhe s'ka mundësi duhet na e thoj. Ore, duhet një rrugë tjetër, hajde na ndihmo se hap dyert e partisë tot. Hapen dyert e partisë, po jo, po Saljanin e kanë futur bandat. Dhe për zë, thotë është vetë përjashtuaj, thotë. Tani, ku e ka mund sigurinë dhe ti që të hymë të japim kontributin tonë? Ku kemi ne sigurinë që na dëgjohet fjalët pak të Po pastaj merrem me dashurën, thonë që jo tradhtar, jo e bleu Rama, zgjeti vendet, apo s'ka lidhje. Po jo më kjo është tjetër, hajde se po e quajmë tradhtar se shkoi ai në megjithëse ka statusin deputetit që ta gjehet vend punë. Jo se mbrojt dashin, po. Jo, thjesht. Po Saljani më thotë, Saljani. Qartë. Që është duke thënë Saljani ka bërë një pyetje. E keqja e saj ku është opozita sot mund të jetë Berisha, domethënë ose leadershipi pa emra, domethënë. Nuk thuhet leadership, thuhet Sali Berisha. Sali Berisha. Si s'ka leadership është udhëheqja. Dhe udhëheqja po quhet gjë kolegjiale. Përdorin shumë nëpër media, nuk e thon dot. Kuptoj, po se thon. Kjo më thash Sali Berisha. Leja është ka qenë poema Majakovskit, kur thua partia nuk kupton Lenini, kur thua Lenini nuk kupton partia. Kur thu PD nuk kupton Berisha, kur thu Berisha nuk kupton PD, kaq. Në fund që morën atë faqen e Facebookut, si gjithë ishte ishte lufta. Po. E funi fare. Fare. Tani më ka pëlqyer shumë edhe këtë bisedë për mua janë kështu nuk e kuptoj kur është fundi i asaj duhet të vetëm zgjatet, por nuk dua edhe që ti të dëmtojnë atë kohën tënde të vyer. Por duke parë që në gjithë rrjedhën e bisedës ka një lloj tërheqje tek ajo siç ka çdo njeri duhet ta ketë, ke qenë njerëzore, pra që sot në politik, por edhe shoqëria jonë, nga që kemi krijuar një lloj varësie edhe ndoshta jo me vetdijen tonë, jo me dëshirën tonë, por
nga presioni për të mbijetuar në këtë vend. Edhe kemi krijuar disa zota, le të themi, të rrem. Si mund funksionon në shoqëri, ne kemi kushtetutën ose kemi kodin penal që këto duhen ta ndryshojnë, ta bëjnë më të madh, se këta e kemi mësuar për menshtë dhe bëjnë 3 fishën e asaj që kemi. Qa frike, domethënë, duhet ketë njëri, domethënë që qoftë ta që janë të rangut lart, me pushtet, politikanë, drejtues e tjerë, por edhe tek shoqëria jonë që vritemi për një shikim, që ato që ne e përdorim dikur si batutë, që vriten shqiptarët pse mshe, ajo ka ndodhur realisht edhe kemi parë titull lajmesh, edhe kemi parë nëpër kronika. Çfarë po ndodh domethënë me shoqërinë tonë, që nga ata që janë sot elita, deri tek më të thjeshtë. Është një shoqëri që jeton në stres. Edhe ajo që me shumë drejt i thua ne vritemi për shikim. Unë kam pyetur veten çfarë ndodh? Ndodh që ne jemi në atë shtetin që thashë ka qenë sundimtar. Dhe ti ndihesh langaraq që kur del nga shtëpia, tek gjoba që të kanë vënë, tek ndihesh langaraq në çdo moment, që shikimi i shtrëmbër i çdo lloj personi që ka lidhje me ty, shitsi, kamarieri, nënpunësi, polici, ka një stres parkimi në masë. Dhe në këto kushte, në atë komunitetin e vogël ku je, nëse edhe shoku lagjes për shembull, të vuri poshtë, ty ka rrezik të morin gruan, kështu që je detyruar të shkosh të fusësh thikën atij në kushtet e këtij komuniteti të vogël që thu, ore çfarë do bëj se këtë, po më shkeli edhe ky, ika marrova. Një shoqëri që jeton stres, jeton kështu, nuk i kanë këto probleme, jo se janë më me brirë gjermanët, jo se janë me brirë francezët. S'ka këto gjona se kanë jetën krejtësisht më ndryshe. Po çka kanë Dhe kanë dhe vlerë për jetën, jo çmim. Vlerë për jetën tjetër. Nuk është jeta që hajt po i ngul thikën këtij se mirë po merr jetë njeriu herë që është. Që janë më të mërshme. Po merr dhe tatën. Se edhe sikur shpëtosh shkosh në arati, e prishe. Ata kanë vlerë tjetër për jetën. Pra çfarë duhet të ketë frikë një njeri që të jetojë brenda normave të një shoqërie që të jetë. Ore, çfarë duhet të ketë njeriu, se secili bos zgjedhjen e vet. Unë për veten time kam zgjedh parimet të kem adhurim për Zotin, jo frikë. Se kam shku përmes adhurimit tek Zoti. Dhe besimi im më ofron shumë gjëra nga këto zgjedhjet e mia. Edhe jeta që unë kam bërë, më ka rritur me disa vlera të caktuara, por mos kujto se kam imunitet unë nga gjëra të tilla, sepse në një jetë plot stres, me një jetë plot provokime nga mëngjesi deri në darkë, mundet i sekond dalësh nga vetja dhe mos arrish të kapësh se ku je. E jemi në rrezik në çdo ditë kur sa herë dalim nga shtëpia, kur zgjohemi, nisim jetën çdo ditë. Patjetër. Mirë, të falenderoj shumë. Rrofsh. Uroj që të ketë pëlqyer si bisedë. U kënaqa. Dhe shpresoj që edhe për gjithë ata që qoftë pak a shumë sa do të jenë, se normalisht këto biseda janë pak vështira që të kalojnë tek njerëzit në atë çka thamë ne, shpjeguam, domethënë ku kemi arritur që të shikohet, të depërtohet ose ta pranojmë, se ajo se çka është më e frikshme sot, domethënë që e vërtetën dhe këshillën njerëzit sot e kanë parashtuar nga vetja, nuk duan ta dëgjojnë. Nuk duan t'ia thotë dikush, domethënë, ose e marrin, jetojnë atë të dukshme sot se sa në atë të brendshme. Prandaj ma keq kuptojnë edhe pyetjen, po mirë brenda apo jashtë. S'ja bërë mirë i sonë, se nuk jam vlen se folja më shumë për të brendshme dhe është shumë e rëndësishme që e brendshme ju të jetë për mirë dhe të keni atë lidhjen vertikale siç tha Armir, dhe kam përshtypjen në bindjet e mia është ajo se çka ka ndikuar në keq orientimin e shoqërisë dhe shkatrimin e shoqërisë sonë. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Miq, ju përshëndes, të jeni mirë.